parlamenti dhe t'japin një përgjigje në bazë të rezultateve që kanë marrë në zgjedhje, sepse nëse do të vazhdojnë. Po prevalon Genti, pra fakti që qeveria i ka të gjitha pushtetet dhe nuk lë asnjë shteg, asnjë dritare për të depërtuar më tej, apo fakti se opozita nuk ngjall besim, qytetarët nuk e shohin opozitën demokratike si një alternativë qeverisë. Kush prevalon nga të dyja? Në qoftë se do të vijohet me qitje ndaj opozitës, ose duhet të kesh fuqinë për ta ndryshuar atë, ose duke parë që sistemi është bipolar, ti thjesht je duke, le të themi kështu, bërë një pjesë kritike, po jo një pjesë konstruktive të debatit publik. Pra, ajo që ndos shpeshherë me Partinë Demokratike në dekada, unë kam vënë re këtë, që kur ndihet e sulmuar, bëhet refraktare. Në kuptimin që është më pak e gatshme që të pranojë ndryshimin. Dhe një parti e sulmuar, reagimin e parë nuk ka reflektimin, kur ndjen që fajet, ose kjo fjali e famshme, fajin e Kasaliu, bëhet, si ta themi, një retorike përditshme për të justifikuar gabimet e qeverisë apo pamundësinë e opozitës, nuk është e prirur me njerë të reagojmë përmes një reformimi, por një aktor i sulmuar do të kundërsulmojë. Edhe, kështu që kushdo që ka mundësi të bëjë opozit, nuk e duhet që të luftoj për ta bërë atë. Dhe të shmangë justifikimet. Sepse sigurisht duke qenë se është pak kënaqësi e madhe dhe ne kemi parë që në zonat të Shqipërisë shumica ka fituar jo për shkak të avantazhit të vet numerik, po për shkak të fraksionimit të opozitës. Dhe nëse do të bëjmë tekanjozët, dhe thomë jo ai ka këtë, jo ai është pjesë e një të shkuare, ose do të jenë kështu refraktar për gjithmonë duke sjell një njëjtin rezultat, ose do të provojë një diçka ndryshe që është një bashkim. Dhe një bashkim jo për të marrë pushtetin me çdo kusht, po për të sjellë një alternativë ndryshe, sepse do maturi kjo gjë. Edhe kjo është mungesë e kulturës politike, sepse në momentin që ti merr një përgjigje nga zgjedhësit dhe vazhdon një betejë ndaj një poli politik brenda opozitës, sigurisht mund ta kritikosh, por duhet patjetër të mbash një kanal komunikimi i hapur për të gjetur pikat e përbashkëta, sepse përndryshe një luftë e vazhdueshme, permanente brenda këtij kampi, pa një pragmatizëm, sidomos nisur nga përvoja elektorale të deri tanishme, do të thotë që të krijosh mundësinë e Edi Ramës që ta nashkaloj gjithmonë fuqi e forcën e opozitës dhe mbi gjitha kjo bëhet shumë e dëmshme për njerëz, sepse për shembull më thoni Edi Rama nuk pranon interpelanca parlamentare. Edi Rama përpiqet të ndryshojë në mënyrë kodin e procedurës penale për të shmangur përgjegjësitë e veta, pengon drejtësinë. Cila është përgjigjja? Unë kam parë që gjitha partitë opozitare kanë organizuar protestat e tyre, apo jo? Është sigurisht është diçka pozitive që secili ka protestën e vet, por tregon fatkeqësisht për një kulturë politike shumë të keqe të protagonistëve, se kur ti nuk merresh vesh me ata që ke një qëllim të përbashkët, duhet gjesh emëruesin e përbashkët, por ne kemi vënë edhe këtë, pa hyrë në epitetime, edhe aktorët e rinj mes veti kanë shere, kanë përçarje. Edhe kjo nuk është një gjë e mirë, edhe mbi gjitha e lodhe publikun, sepse nëse dy të rinj... Aktor të rinj, por sipas modeleve të vjetra. Modeleve të vjetra, dëgjoj. Ndjekin shembullin e politikanëve të vjetra. Nëse nuk kanë një model të tyre, e ndërtojnë modelin e tyre në kundërshtim me të tjetrit, jo të tyre, jo një model ad hoc, një figurë ad hoc, sepse ne kemi parë, sigurisht dhe këtu ndër dekada është vrarë besimi tek një pjesë e shoqërisë civile, sidomos, sepse gjithë ata që kanë patur një zë publik në jetën e qyteteve të ndryshme, të kryeqytetit sidomos, duke lindur si aktivist, kanë përfunduar shpeshherë në qeverisje dhe shpeshherë do janë bërë më të këqij se ata ndaj cilëve protestonin kur ishin shoqëri civile, duke e goditur besimin. Mirë, a mund të shërbej modeli hungarez Genti që edhe rajoni Ballkani në një të ardhme të mund të hyjë në një politik me më shumë konkurrencë reale demokratike? Këtë është pse na pëlqen integrimi
në Bashkimin Evropian, sepse aty bëhet fjalë për një proces shtet ndërtimi 2.0. Pra, ne për të hyrë aty, ndërmarrim reforma që nuk janë thjesht në letër, por janë mekanizma përmes cilëve ne ndryshojmë shoqërinë tonë, e maturojmë atë dhe përmirësojmë institucione demokratike dhe me shpresë që këto ndryshime institucionale të kthehen dhe në kulturë politike. Dhe kur të kemi një maturim të këtij procesi, dhe prandaj është kaq i rëndësishëm integrimi në Bashkimin Evropian, mund të kemi edhe një zgjerim të fushës së lojës politike. Por me të drejtë, pa të drejtë, por është fakt politik, bipolarizmi në Shqipëri duke se nuk sfidohet dot edhe në një të ardhme të afërt, sepse aktorët vetiu ndodhen në Shtetet e Bashkuara, që dy parti tradicionale e mbajnë me një religiozitet bipolarizmin e tyre ndodh në shumë vende. Por e rëndësishme është që aktorët aktorët që janë në lojë ta kuptojnë këtë thirrje. Të gjejnë pikat e përbashkëta dhe të krijojnë një kulturë politike, sepse nëse opozita në tërësinë e saj sillet si një autobus me dyert e hapura, sa herë që kanë një përplasje për një gjë, ata frenojnë ashpër dhe humbin një pjesë të mbështetësve të tyre. Kultura konfliktuale është e rënjosur në politikën tonë, por nuk është